Ilaçi për sy I nxjerr nga Kurani famëlart. Një nga kompanitë farmaceutike zvicerane prodhoi një ilaç të quajtur ilaç kuranor, që mundëson trajtimin efektiv të personave me shikim të dobët, pa ndërhyrje kirurgjike. Sipas gazetës Arraja, e cila botohet në Katar, ky medikament, I cili u përpilua nga mjeku egjiptian Abdul Basit Muhammed nga sekrecioni I gjendrave të djersës njerëzore, kishte sukses në 99% të rasteve pa pasoja negative. Ilaçi kuranor është regjistruar në Evropë dhe SBA. Gjithashtu bëhet e ditur se kompania zvicerane këtë ilaç e prodhon në gjendje të lëngët dhe me pika. Bërimi I frymëzimit është Kurani, përkatësisht kaptina Jusuf që gjendet në Kuran. Doktor Abdul Basit Muhammed theksoi se frymëzimin e mori nga kaptina e surës Jusuf dhe tha: "Një mëngjes, derisa po lexoja kaptinën Jusuf, vëmendjen ma tërhoqi ajeti I 84 dhe ajetet që pasojnë. Dhe u akthej në shpinën e tha: O dëshpërimi im për Jusufin, dhe nga pikëllimi ju zbardhën të dy syt, po I përmbajtur nga pikëllimi." Kuran, Jusuf 84. Ju shkoni me këtë këmishën time dhe hidhnja atë babait tim në fytyrë, e atij do t'i kthehet të pamrit, e pastaj e jani tek unë me tërë familjen time, unisë. Dhe posa u ndan devet prej qytetit, I ati I tyre tha: "Unë po e ndjej erën e Jusufit, mos me konsideroni të matufosur." Këtë ja tha familjes së vet në Palestinë. Ata që ishin të pranishëm thanë: "Për Allahun, ti vërtet që moti je në humbje." E kur erdhi Myzdexhiu, ja vuri atë këmishën mbi fytyrën e tij. Atij ju kthye të pamrit dhe tha: "A nuk ju thash se unë din nga Allahu që ju nuk dini?" Kuran, Jusuf 93-96. Aty thuhet se pejgamberi Jakub a.s. vuante për djalin e tij, Jusufin a.s., për të cilin çante shumë. Kjo vuajtje e madhe ishte shkaktar I zbardhjes së syve dhe kur më vonë në syt e pikëlluar të Jakubit a.s. ja vun këmishin e Jusufit a.s. Jakubit a.s. I rikthye të pamrit. Këtu fillova të mendoj, çfarë mund të ishte në këmishin e Jusufit a.s. Së fundi kam ardhur në përfundim se nuk mund të jetë asgjë më shumë se djersa aroma të cilën e ndjeu Jakubi a.s. Pastaj fillova të menoj për djersën dhe përbërjen e saj. Shkova në laborator dhe fillova të hulumtoj. Kam bërë një seri provash në Lepuj. Rezultatet ishin pozitive. Më vonë kam kryer trajtimin në 250 pacient, duke u dhënë atyre ilaç 2 javë nga 2 herë në ditë. Kur arrita sukses në 99% të rasteve, thash në veten time: "Kjo është mrekulli e Kuranit." Doktor Abdul Basit Muhammed rezultatet u prezantoi institucioneve përkatëse në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë të bëjnë me patentimin e zbulimeve të reja. Pas provave dhe hulumtimeve të kryera, nënshkroi një kontratë me një kompani zvicerane, me kusht që në paketim të ilaçit në mënyrë të qartë të theksohet ilaç kuranor. Firma zvicerane pranoi kërkesën dhe filloi prodhimin e këtij ilaçi. Allahu I madhëruar në Kuranin Fisnik thot: "Ne të shpallëm Kuranin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk kushton tjetër përpos dëshpërim." Kuran El Isra 82.